Faleminderit për ftesën. Thank you for the Ndjem invite. shumë I gëzuar dhe I lumtur I feel very happy që të flas përpara jush, to talk with you, besimtare të nderuara, dear believers, por njëkohësisht edhe pushuese në kampin e kishës së tërshenjtës, Ilisës dhe gjithmonë Virgjës Mari në fshatin Bobostic. and campers in the Bobostica camp. Jam I gëzuar sepse midis nesh ndodhen dhe miq nga Amerika, I'm glad because among us we also have friends from America, edhe është një ndërthurje e njohjes and it's a mix of knowing njëkohësisht shkëmbim me eksperiencë and exchanging experience, dhe mbi të gjitha parimet e mësimeve të shpëtimtarit tonë Jesu Krisht që bazohen në Ungjil. and above all teaching of our Lord Jesus Christ based on the Gospels. Siç e tha edhe diakon Dimroçi, Just how Diakon Alexander said, rrjedh nga një familje klerikësh. I come from a family with clergy members. Baba im ka kaluar një situatë të vështirë My father had been through a lot sepse është graduar klerik apo dorëzuar because he was ordained a priest në kohën më të vështira të ndjekjes dhe persekutimit të besimit dhe të kishës. in the worst times of persecution of the church. Pikërisht për këtë temë do të flas nga e kemi nisur edhe ku kemi përfunduar. This is what I am going to talk about, from where we started and where we are now. Pa humbur kohë, duhet të them se me vendosjen e pushtetit popullor pas luftës së dytë botërore, Without wasting any time, I'm going to say that after the communist regime settled, after World War II, vendi ynë u përqafua në shtetet socialiste dhe komuniste. Our country was amongst the socialist and communist countries. Dhe dihet që komunizmi është armiku kryesor I besimit. And as we know, communism is the worst enemy of our faith. Sepse ka qëllim që të eliminojë besimin te Zoti dhe të gjitha meritat të marrin për vete. Because it wants to eliminate everything about God and all the merits, and to keep all their merits for themselves, for humans. Dhe pikërisht që në vitin 1946 And from 1946, filloi një reformë në vendin tonë a reform started që në radhë të parë u shpronësuan pronarët. The first thing that happened was that properties were taken from the owners. Pas shpronësimit filloi një luftë karshifes. And then the war with the religion started. Dhe protagonistë regjimi ateshëm lëshoi përpara rinin. And as protagonists, the regime put young people in front. Mbasi djej që rinia do të merrte në dorë stafetën e revolucionit edhe do të çonte fitoret përpara. Because they knew that the youth would make a revolution and give them a win. Edhe parolla e atëre kundërfes ishte të djegim me zjarr dhe të luftojmë zakonet prapanike dhe paragjykimet fetare. And their quote was, their motto was, we fight with fire, the old traditions and their effects. Dhe filloi një luftë e paparë ndonjëherë. And a big war started. Në fillim u mbyllën seminaret ku përgatiteshin klerikët dhe kuadrot e kishës. At first, the theological seminars were closed. Dhe vendi u izolua. And the country was isolated. Nuk u kishte vizita të ndërsjellta midis kishave të tjera që të vinin në vendin tonë. There were no more relations with the other churches from outside. Dhe nga ana tjetër,
shumë njerëz filluan që të përkranin këtë lëvizje, And, jo vetëm rinia, por edhe organet e pushtetit qendror dhe lokal. And a lot of people started supporting this movement, not only the youth, but also the other people as well. Ishin komitetet e partisë edhe sigurimi I shtetit që ishin në krah të atyre. The party's council, the party's council, and sigurimi I shtetit, and the secret policy of the state. Nga ana tjetër, fillojnë luftë karshi objekteve të kultit. Also, war started against the object of cult. Disa kisha u prishën nga themelit. Some churches were destroyed. Disa kisha të tjera u bën depodrithi. Some of them became a stall for food. Disa të tjera u bën reparte ushtarake. Some of them were used for the army. Dhe kështu erdhi duke u ngushtuar rrethi. So the circle became very small. Pikërisht në diocezën tonë, në qytetin tonë të Korçës, And for example, in our city, in Korça, midis shumë kishave kishim edhe 2 kishe kryesore qendrore, among other churches, we had 2 main churches. që ishin krenaria jo vetëm e Korçës, po e gjithë Shqipërisë dhe e gjithë botës ortodokse. And not only us, but the whole Albania and the whole Orthodox world took pride in them. Patën fatin tragjik. They had the tragic fate. Njëra u prish që nga themelit, One was kisha ishin gjergjit, the St. George Church was destroyed, dhe kisha tjetër e burimit tjetër dhënës, and the Church of Life-Giving Source, e Mitropolis, mund të thosh, e cila pësoi një devijim. which caused the deviation. Jo dha një drejtim tjetër, Another duke e bërë në fillim një Turn. studio skulptorësh edhe piktorësh, they turned it in a studio for artists, depodrithi, a stall for grain. Yeah. dhe njëkohësisht më në fund u bë dhe muze And then they I turned artit it mesjetar. into a museum of medieval art. Erdhi viti famkeq 1967 And then in 1967, dhe kishat me një urdhë të prerë, with an order from the party pas një fjalimi programatik të errët dhe të rrezikshëm and from a very dangerous speech nga udhëheqësi I vendit Enver Hoxha, from Enver Hoxha me 6 shkurt të vitit 1967, in the 6th of February 1967, u mbyllën. the churches were closed. Edhe populli mbeti si miza pa ujë. So, as we say in Albania, the people were left like a fly without water. Çdo gjë që ishte ndërtuar aq me mund, aq me djers, aq me besim, Everything that was built with a lot of work, with a lot of faith, brenda një kohe të shkurtër, in a small time, u zhduk. were destroyed. Por nëse nga ana jashtme ndodhi kjo, But if from outside this happened, në zemrat e njerëzve dhe të besimtarëve, besimi qëndroi. in the hearts of the believers, they still kept the faith. Dhe këtë ndjekë dhe këtë persekutim dhe këtë fshehtësi e kam provuar edhe në familjen time me anë të babait tim. I've also experienced this persecution in my own family with my own father. Kleri apo klerikët filluan të urreheshin, People started to hate the clergy members, të përbuzeshin, to despise them, të futeshin në burg, to be put in prison, sepse kishin për hapur besim të remë. because they would spread a false religion. Dhe atëre besimi ju në quaj si pas Marxit, opium për popullin. And it was considered, as Marx said, a drug for the people.
Dhe në këtë mënyrë lëvizja e rinisë dhe njerëzve keqdashës ishte e papërmbajtshme. So the movement of this youth and other people was extraordinary. Klerikët quheshin parazitë, They called priests parasites, shërbyes të imperializmit amerikan dhe socializmit edhe social imperializmit rus. like they served the American imperialism and Russian Soviet Union, I revizionizmit jugoslav Yugoslavic revisionism, dhe në këtë mënyrë u quajtë dhe agentët të tyre, and they edhe called të them asfaljes agents. greke. And for the Greek, Asphalia. Dhe në kohën që u mbyllën kishat, meqense klerikët kishin një kohë shumë të gjatë që shërbenin për në kishave, And since the priests had a long time serving in these churches, and when they were nuk closed, ju njojtë asë një ditë pension they apo marrëdhënie me kishën. they didn't get a pension. Dhe u detyruan të punonin puna të ndryshme të dorës dytë dhe dorës tretë. So they were forced to work second-hand or third-hand jobs. Dhe pikërisht babai meqense në atë kohë ishte 58 vjet, And my father, who at the time was 58 years old, u detyrua të I kthej profesionit të parë si murator dhe burskalitës. was forced to go to his old profession as a construction worker. Dhe është detyruar për të nxjerrë gjysmë pensioni në moshën 70 vjeçare. And he took half a pension when he was 70 years old. Kur atëre mosha e pensionit ishte 55 apo 60 vjet. When at the time you retired at 55 or 60. Vendi u rënua The place was ruined, the country. dhe propaganda ishte se po ndërtojmë njeriu në ri, And the propaganda was that they were building the new human, të bazuar në parimet bazë të marksizëm-leninizmit. based on the propaganda of Marxism and Leninism. Kjo punë vazhdoi për një kohë të gjatë, gati një çerek shekulli, This work continued for about almost a century. dhe me fryrjen e erave të demokracisë në vendet lindore të Evropës, And when the era of democracy came in the Western world, edhe me rënien e murit të Berlinit më 1989, and with the fall of the Berlin Wall, u dha mundësia the ability came e përmbysjes së regjimit komunist for the communist regime to fall. dhe erdhi demokracia e vërtetë. And the real democracy came. Atëre, kisha jonë ishte jo e vdekur, por ishte 10 metra nën dhe. At the time, our church not only was dead, but it was 6 feet under. Në klerikët e rangut të lartë nuk ekzistonte asnjë pasi kishin ndruar jetë. All the archpriests were dead. Nga e kaluara në të gjithë Shqipërinë ekzistonin 17 klerikë, të gjithë të moshuar. And now only 17 priests remained, and they were all old. Mbi 75-80 vjet. Në atë kohë baba im ka qenë 85 vjet. At the time, my father was 85. Dhe u desh që të mblidhnin forcat, një gëzim I madh I paparë, të mblidheshin, të organizoheshin edhe të fillonin lëvizjet e para për përhapjen e fesë. So they all gathered together with all the strength that they had and started spreading the faith again. Dhe pikërisht në qytetin e Korçës, And in Korça city, më datën 17 mars të vitit 1991, in 1991, u mblodh për herë të parë Këshilli I Përgjithshëm, mbajtësit e kryqit, the first council, keepers of holders of the cross, me delegat nga gjithë Shqipëria, with a delegation from all Albania, në kishën e profetit Ilia. in the church of Prophet Elia. Atje u morën vendime të rëndësishme That's where big decisions were made. dhe tani do t'i drejtoheshin patrikanës ekumenike And now they had to në Konstantinopol
They had to call the ecumenical patriarch in Constantinople. Për të na dërguar primatin e kishës, që të udhihte, sepse nuk mund të ekzistojë kishë ortodokse pa primat, pa despot apo pa kryepiskop. To send us a primate, because without a primate the church cannot exist. Dhe në këtë mënyrë patrikana ishte shumë e vëmendshme. And the patriarchan was very attentive. Dhe për lavdi të Perëndisë, and glory to God, caktoi si eksark, do të thënë të dërguar, they sent as an ecumenical exarch kryepiskopin ton të paruar, our memorable Archbishop Anastasius, legendary, Poliedrik, Poliedric, dhe shumë të kompletuar nga ana teologjike, and completed in a theological way, Imzot Anastasin. Archbishop Anastasius.